A jena! Mirë mbroma gjithve, mirë mbroma ku të qeni shqiptarët e mi dashur, si gjithmonë me energji të mira nga shtëpia më madhe me bukur diasporës shqiptare dhe sonte do kemi personazhe ekskluzive për herë të parë në Folk Shqip Show. Personazhi tjetër do jetë për herë të dytë në Folk Shqip Show. Mirë, por derisa të ftojmë, si çdo javë, derisa të ftojmë personazhet tona, ne duhet të falenderojmë sponsorët tanë të Folk Shqip Show, të cilët e bëjnë të mundur dhe realisht jemi të hapur për të gjithë shqiptarët që kanë dëshirë për t'ju ardhur në bizneset ku i keni, pra në firmat që i keni, GmbH, AG, çfarë do lloj firme që i keni të suksesshme për të treguar suksesin tuaj, arritjet tuaja, por pse jo, performancën e biznesit tuaj, ne jemi të gatshëm për të biseduar, për të bërë marrëveshje, për të ardhur, për ta promovuar te miliona shqiptar suksesin që keni. Suksesi e promovimet bëhen jo vetëm për të treguar suksesin tuaj, por edhe për të motivuar pjesën tjetër të rinisë apo njerëzit që kanë dëshirë për të bërë sukses, për të treguar pak a shumë se çfarë duhet bërë, si duhet shkojmë drejt suksesit. Kështu që na kontaktoni në këtë pop-up që nxjerr Diamanti, numër telefoni në WhatsApp, gjithmonë në WhatsApp, edhe në email, dhe ne mund të bisedojmë së bashku për të ardhur në bizneset tuaja, për reportazha, por edhe për në shtëpitë tuaja. Kush ka dëshirë që të vijmë vizitë në shtëpitë tuaja për të na treguar jetën tuaj në diasporë, sukseset tuaja, sakrificat tuaja, jemi të gatshëm për të ardhur. Kështu që ne vazhdojmë me falënderimet e sponsorëve derisa të bëhen gati mysafirët për të ardhur në Folk Shqip Show. Kompleksi Anesi, fshati turistik në Makresh, i cili na jep mundësinë me 270 metër katëror banim, me 800 metër tokë, kështu që bleni me pishin, pa pishin, villën tuaj në Gjilan, në Makresh, në Novobërd, në Masak. Kështu që faleminderit Kompleksi Anesi që jemi me Folk Shqip Show. Vazhdojmë me Dentfix. Buzëqeshja vjen nga shtëpia e Dentfix. Dhëmbët rregullohen në Dentfix. Mjekimi, venersat, implantet, pastrimi, zbardhimi bëhen në Dentfix. Faleminderit shumë që jemi me Folk Shqip Show. Dentfix. Vazhdojmë me Carrot Hair Fix. Flokët mbjellen në Dentfix. Transplanti bëhet në Dentfix. Në Carrot Hair Fix. Mjekët më të mirë janë në Carrot Hair Fix. Pa dhimbje, pa efekte anësore në Carrot Hair Fix. Me teknologjinë më të mirë që ekziston dhe posedon Carrot Hair Fix. Të gjitha rrugët në Carrot Hair Fix, familje e madhe fix, vazhdoni me Carrot Hair Fix. E për të shkuar në Dentfix dhe Carrot Hair Fix, edhe të Eda Gold, na duhet që të merrni me Prishtina Tiket biletën lirë mirë, edhe nga Cyriu, edhe nga Bazeli, edhe nga Gjeneva. Prishtina Tiket, faleminderit shumë që jemi ne. Atëherë vazhdojmë me programin me mysafirin e parë për herë të dytë në Folk Shqip Show, përpara se më thos shqip në Folk Shqip. Më falni se desha me ftu mysafirin gati për pak kështu ftu, po e bo orën e mësimit. Nxënësit janë të krejt, të pi çaj, po, të i përzi, po, kikirika është ta piqa për para, po. Atëherë, vazhdojmë me orën e mësimit. Fjalët e huaja të cilat duhet zëvendësuar me shprehje shqip. Mund të shkosh direkt këtu. Atëherë, mund ta shikoj pak regjia, të lutem. Pakt. Pra, ta bëjmë një pakt. Është një shprehje e huaj e cila bie poshtë. Marrëveshje apo ujdi është shqip. Ujdi apo pakt. Jo, pakti bjen poshtë. Ujdi apo marrëveshje është në gjuhën shqipe. Impresionoj. Impresionoj është një shprehje e huaj e cila nuk duhet përdorur. Lembres, pra lembres, të lembres, pra gjuhë fjalë shqipe që e kuptoni edhe vetë. Lembres, bie impresionimi, lembres është gjuha shqipe. Implikoj. Pra, jemi implikuar, kemi implikuar, po implikojmë. Nuk është shqip. Implikimi zëvendësohet me përzi. Jemi përzirë, po përzihemi. Pse po përzihesh? Performance, paraqitje, është shfaqje dhe paraqitje. Minor, minore, minoren, gjitha këto, nuk janë shqip. Pra, zëvendësohet me e vogël, i vogël. Vogël, me pak fjalë. Rikuperoj.
Rikuperoj. Nuk e kam ditur që rikuperoj që kam marr apo rimarr. Rikuperoj. Kam menduar që është riparoj. Me rikuperoj është me punu diçka. Nuk e di. Rikuperoj. Është po, sipas AMA, Autoriteti Media Audioviziv, është marr apo rimarr. Evidente, i qartë apo e qartë. Pra, evidente, bje poshtë, i qartë apo e qartë është shqip. Kështu që ora mësimit marrej. Tashi, e kom një këj shike. Që më ka hu pula. E më duket më ka shku në këj shike. Edhe të me e pytë këj shiken, a më ka arë një pul të ti. Sa interesant ata stupsat janë shumë fort. Eftohem me duar të kitje një vajzë nga Kuksi,